S'kalon dot? Kam frikër, babam. Kam frikë se mos të zota jo binaja e zezë. Si t'ja bëjmë? Po ku e gjetët xhanëm të vini në këtë kohë të vështirë, nuk priste puna, si? Po ku ta dim ne o xhaxha që të bënte gjithë këtë qamet? Ku ta dinit ju? Po me ka që muti e kini? Nuk priste puna sa zbuteja vaja më bia? Kemi lajmëruar në lushje për koncert. Po ka që paduruar që nga ky koncerti juaj, sa që nxitoni kështu? Dhe të priste ta ditë se nuk bëhe qameti. E, xhaxha. Do me thënë ti thua se s'ka përgjejmë dot. Është me zararo, babam. Ja, shi e vetë. Unë kam ardhin e ata që manës madhe, pa për vete... Po si t'ja bëjmë atëre, si thua ti? Si t'ja bëjmë? Po, të shkojnë në një në lushje të lajmëroj për njerëzit. Ndoshta vinë njerëz dhe e nxjerrin. Shkoni dhe ju, zonje. Shkoni se këtu të pinë miskonja të gjalla. Aman, xhaxha, ki kujdes pianon, se kemi marrë me qira. Mos keni merak bia, se ruan babami. Edhe ajdu të vinë s'kanë që duan. Ikni u bia, ikni. Shkoni. Faleminderit o xhaxha. S'ka gjë, bi, s'ka gjë. Ta pa që borgjë xhaxha. E që borgjë më keni orë të uruar. Shikoni veten tuaj. Merrni ju bëftën e na. E mërsoni gojën. Ha? Hani. Faleminderit. Hani të keqen. Hajdeni të hajni brenda. Do të merrin ndonjë plevit. Jo, nëmë se nxitojmë. Faleminderit shumë njërë tjetër. Si të doni. Po që miru ka sjellë në këto baltra? Kënga më nën, kënga. Mos u ka thirrur gjithë Dalibeu në Saraje? Dalibeu? Si janë nga ato? Këto këndojnë për popullin e thjeshtë, për njerëzin e mirë. Janë zënje të nderuara. Qënë kanë qingia va franga. Nuk jemi qingije nën. Si jemi qingije? Ma bën një halal se jam plake papar. Po ne këte vetëm qingi kemi. Ma bën një halal të keqja nëna se nuk do të lëndoj njeri nëna. S'ka gjë nën, nuk është fa yt. Po do vish ta dëgjosh kur këndojmë? Do të vi shpirë, do të vi. Ti marrësh dhe të ty vajzat, të tuat janë? Të mijat janë të keqen. Po ne nuk e kemi zakon të nxjerrim vajzat e zbuluara kështu si juve më i shpirt. Po mbreti sikur kanë nxjerr ligje për heqjen e feregjeve të grave dhe të vajzave. Po pse juve mbreti u ka hequr feregjet më i shpirt? Mirë nga bënën, paq pare. Breti nën, breti. Hudha e mbar ju boftën nëna kurban. E ma bëni halal. Kujt nga të mëdhenjtë e qytetit duhet i drejtohemi? Kam frikë se do të na digjet koncerti si në Peqim. S'më pëlqejnë këto që kanë që rajnë kështu si këmbana të përzishme. E bëjnë se këtu rallë kalojnë gratë zbuluara. Kujt i drejtohemi? Në prefektit? Kryetarit bashkisë them unë.
Këta. Një tjetër. Hajde, sus! Hajde, sus, ikni. Duam të vemi te në prefekti ose te kryetari i bashkisë. Nga Tirana jeni ju? Po, nga Tirana. Nga Tirana. Mora vesh. Na u prish makina rrugës edhe... Makina? Mhm. Po me demek shoferi këtyne zonjave jeti? Po. Po nuk do të ishte më mirë të shkonim tek zoti Shazivar përpara? Kush është ky zoti Shazivar? Si nuk e njihni zotin Shazivar? E njohim si nuk e njohim po. zotin Shazivar. Po esni mas me edu kam rigja. Faler mua, Donika. Kaloni përpara i lutem. Faleminderit. Urdhoni zoj. Hajde, shpërdauni! Hajde, shpërndajuni. Amërdi, hajde, marsh! Nuk i pyete marr, hajvan, se kush janë për se kanë ardhur? Jo, zotni komandant. Mu duken të sojme. Kishin edhe maqinë, edhe shofer që u bante baullet. Po sikur ti në vajzat e ministri. Kush ta maj për dishin pastaj? Parnor të pejgamberit nuk më shkojnë. Deri sa kanë makinë, edhe kanë shofer me vete. Qo që janë edhe, unë them atë, qo që janë Na, nuk po të ishtë. Si ordon. Nuk i pyete për emra. Si ordon. Jo, nuk e pyeta. Go. Go marr. Po, si ordon. Ku mi solle mua më derdimin. Po jo vetë këndi urdhër, zoti komandant. Futish. Shpejt brenda. Si ordon. Orveroni, zë një që të nderuara. Orveroni. Në pani kusurët, po neve nuk ishim të lejmëruar që do të na orveronit. Shikis, s'pata mundësi të merrni masa të nevojshme për t'ju pritur. Në pani kusurët. Si mund të prezantohem? Eleni Jankollari. Donika Prokopi. Po, që soldi këte juve? Do të japim koncert. Koncert? Po, një program artistik për qytetin tuaj. Kemi mbar leje nga ministria. Ne na thanë se do të njoftonin dhe juve. Bile kolonel Salamiu nga Tirana ju besoj se e njini, na ka dhënë dhe një rekomandim, që të mos na pengoni. E njo, po si e njo. Le shkres thujet që të na lejoni të japim koncert për qytetin tuaj. Kështu pra, ju pas keni ma leje nga qeveria, Po. Të dyja do këndoni zonja të nderuara? Mund të largohemi, zote komandant? Si të doni. Tjetër. O, afishe keni për qytetin juve? Po, kemi. Po, nuk do t'ishte mirë që ta shinim ne dhe pastaj ta vadim me një herë tek rapi? Po si? Qenë ka i bukur. Do të ordëroj Veselin ta varmi me një herë tek rapi. Jeni i sjellshëm, zoti komandant. Kemi për detyrë. Zonja të nderuar. Shumë faleminderit. S'ka. Kafen, zoti Shazivar. O, Vesel! Lep me urdhërau! $1, veçe! Da mardi. Hajde, gjite. O, kozi! E, Ke që dish aty? kam ca thunda. Mishil! Ja, në shtiti.
Alo? Alo, more të gjerë Oh! shakëvari. Meravaz, zotin në prakik. More të gjerë të kam rigja. Që janë këto afishe në shesh, mërvesht. E që është ky Hartman, që na urdhëron në qytetin tonë, mërvesht, edhe ne nuk dim gjas, unë as kryetari. Dëgjo, dy dama kanë ardhur nga Tirana. Sa po mora njoftim. Dama the? Jo, njëra është dam, zonjë. Tjetëra është zonjushe. Njëra më e bukur se tjetra. Aha. Kanë ardhur për Lera, aman. Qingije? Jo, qëne, në të bardha borë. Dukeshin prej sojt të mirë. E di peti atë. Jo, more. Po ato duke në lomet. Po t'i shosh nga afër të tërbohesh. Alo, Shazo, dëgjo. Zgjidhe këtë punën e Hartmanit edhe më njofto. Edhe për ato dy zonjat, mërvesht, merr njoftimet sakta. Ore, po shtijet ky Hartman. Hyrë. Alo, zoti Fotaj jam, urdhëro. Zoti Gjevo jam, e sjell këtë Hartmanin. Jo, zoti Gjevo, pas pak do marr njoftim. Shasivari nuk dit ka gjë? Nuk di, zoti kryetar. Që di? Po që ndërmaria jonë, përse i ka syt? Pastaj afishet që kur varin vetëm me urdhën tuaj. Unë pandehja se lejen e jepni t'ju. Me urdhërës të veçantë ka më shumë se 2 vjet që jepni vetëm ju. Ashtu? Miro pafshim, të fala. Ndark mlidhim ta bëjmë një 4-she. Unë po njoftej Dalibeun kurse ti Shasivarin. Alo, një gjo, në telefonat ti tani se unë të kam marrë 2 herë në telefon. Lufta në Spanjë. Ushqim i zotit Mussolini. Jam gati bari 7 grans dhe 5 grans. Nuk pi alkohol. Rall vetëm në banceta zyrtare pi pak verë. M'pëlqejnë gjelt e katonarëve. Rall herë nga një cigare të bënë mirë. Bëj shumë gjimnastik. Kur më dhëmbë trupi, nuk ha 24 orë, e atëherë bëhem mirë. Hyrë! Erdhe mëre kopuk? Së vërdranë, zoti kryetar. Kujti që o të kafja të parit mëre pizëven. Të pash nga dritarja, mos tuja. Kësa herë të kapë me preshëndorë. Zoti kryetar, po... E di kush ashtë i parë këtu, apo se di? E di, zoti kryetar. Hiç nuk e di. Po ta përsisësh dhe një herë tjetër, do të hedhë filgjonin mund kokë. Po ju të gjithë partë e doni, zoti kryetar. Komandanti thot do të plasë brenda. Nën prefekti thot... E të pësës. Bëni sevap, zoti kryetar. Bëni sevap.
E diti se qeveria ka zerë ligje që i dën lypsat e burgim? Apo se di? E di zoti Hiç nuk e di. U dash kanë zjarë për ptallalli. Vët mosot lypi shmaset rasa branda. Ty, Allah bim belati i verse njëziti. Koncert për nëjmen e të fobegve, shumë i nëruar i qyteti Lushnjës, ka fatin e rrallë që të vijet të vizitoj këngëtarja e re Zëjusha, Donika Pandeli Prokopi, soprano legjera, që sa po marrëj shkelqyshëm konservatorin e Parizit, me akompanjamentin piano të markës famshme gjermane dhe Hartmann. Nga zonja Eleni Jankollari, profesoresh në Institutin Femnuar. Në program figurojnë këngë popullore shqiptare, si edhe pjesë të zjallura prej kompozitorëve të Gyno, Liszt, Verdi dhe Arie. Çmimi i biletave të Pascal Ari, ha? Me dhe me qenë kanë si punë Herigjovka me shkollë nga Franca. Do t'u kërkojmë dhe në një amane? Po, nuk do t'ishte keq, do kënaqej Mileti. Bujrëm nga shpjegimi me zotin nën prefekt e zoti kryetar, kam thërë një shelek për zotërin tuaj. Ju presonte dhe ju zoti Shazivar. More po i tregojnë dhe të bukura, bile Shazivari merresht më thase. Po, deri sa thot Shazivari. Po më erdhën në zyrë. Të shini në kokor të syrit e suadon të kjepi që derë. Po ku janë tashni? Ja t'je në Hotel Kongresi. Mos doni t'u bëni ndonjë vizitë, zoti Gjeva? Astagfirullah. Ke frikë se të merr vesh zonja apo? Ja, para për që thonë të Mileti. Duhet rujtur neri, njëri u për një neri të nësë diva tash. More Shazivar, kompetencë për vishimi, kush e ka, ju apo ne? Ka 2 vjetë zoti Gjeva. Po çfarë kompetence u ka mbetur bashkive? Po ja, të përcjellën dhe të presin artistët, të helmatisin qenë të Salahanës kur tërbohen, të dënojnë karrocierët kurajnë kuajt ose gomerët. Po, të urdhëroj të ladhin, të lajmërojnë Miletit. Ashtu. Po në Tiranë kishin mytër pa dashur qenin e ministrit, zotit Musa. Hatan bëri ministri pastaj. Ky është Hartmani, Shazivar. More, edhe unë kujtova mos ishe njeri. Allash. Apo, pardon. Lini, ja shpejt. Thuaj si të duash, po kështu mund të presin vetëm në Shqipëri. Ja zbresim poshtë. Duhet pastrojmë pianon nga balta dhe të hanë diçka. Zonja jam i ngarkuar të raportoj se dyzanin do ta bëni nesër, ose në hijen e rrapeve, ose në divanhanën e bashkisë. Si ta keni qefin. Për të hëngër, do të shkoni në akshihanën atje. A keni në një nevojë tjetër? Jo, faleminderit. Mos bëm gabim që hym. Ecim, nuk bëm të rrim kështu. U bë që u bë. Në lejoni, zotri? Se si ju duket, po përmbyset bota.
Të thash Kozma që s'kan qitjane. Që janë kanova franga. Alla franga do këndojnë. Që të shërojnë zonja? Mëlqi qenjë me pila. Peqe. Erdhe që më? O, mërzitet? Jo. Piano në rregulluam. Sa më mirë. Po të doni koncerti jepet sot mbazite në shesh. Shenjat janë të mbara. Jo si në Peqin me ato që në të boj. Ishë një dy mësojnë që në ndimua dhe që e dini se do të vinit. Njëri më tha dhe emri pa harova. Edhe mua një pila fusta. Duhet të marrim masa të vijë gjithë qyteti. Me ata afishe së shtu. Unë them të lajmërojmë në për shtëpira. Andajemi tani, dhe gjithë se cili të lajmëroj fisin dhe të njohërit e vetë. Mirë do të ishte. A i takove ti Nesti? Jo, tani do të shkoj. Ju bëj të fala edhe nga ne. Nuk i njohim kështu, po baban e saj kam patur mik. Sikur të kemi kaq njerëz edhe në koncert. Do të ketë edhe më shumë bile. Po të mos dështojmë, unë nga gëzimi do tip edhe majminare s'këndoj. Edhe mua po të ma ngjisin pianon atje lart. E ngjitun, për besë e ngjit. E minëla edhe majminare s'dash kanë të këndojnë, po këtë se kishim dëgjuar kur. E pse jo majkën banare së shëngjergjit? Pse së shëngjergji në gojti, more? Po ju që keni me minaren tonë, ore. Bau Gjaferaga si ti prejnë mushtaqit ka urkat e Tiranës. Kujt ja u presin mua? Jam burr me namuzun. Ikim sa mos plas ndonjë sharr. Vërtetë do të këndoni majminares juve? Ç'maj minares, more? Jeni me të ju apo jo? Jo, usta, e keni gabim. Po pse me minaren në gjithë të bëni shaka? Këto kanë ardhur këtu duke hequr 1.000 të sesa për të kënaqur juve. Kurse ju i merrni në përkëmbë. Dhe kë, motra tona. Po ti more kush je? Burri tyre? Shofer jam. Jeni goxha burra dhe merreni me 2 zonjë të ndaruara. Na falni, po nuk kemi faj. S'ka ndodhur ndonjëherë ty na Kshiane, vajzat zbuluara. Nuk e mbron derin Feregje ormik. Nuk janë çingi, por qytetare të ndershme, që vinë t'ju kënaqin me këngë të bukura. T'ju bëjnë të harroni fukarallukun që po na mbyt. E malarin që po na piti gjallë. Ikni ju. Ka të drejtor jahu. Donika. Nesti! Nesti, po ti këtu? Që kur se kam parë? Që shky Nesti më qup? Sa më kish marrë malli. Ka që vite pa u parë. As që ma priste mëndja se mund shikonja këtu. Tunja tjetër ne. Tunja tjetër. Eleni Jankallari. Nesti bënjë. Gëzoj. Jam në punë si mandat postës të unë telegraf. Po lexova telegramin tuaj dhe erdha të shoh. Pianon e futëm në jatin e postë komandës. Shumë mirë. Ne ju prisnim pas nesër si pas telegramit. Po ky, për të na ruajtur ne e kanë vënë? Është ruajtësi i rendit dhe i ligjit. Po, e ja të shkojmë lartë më mirë. Bardhënisë dhe princesave të nderuara. Pse qirësh? Pse? Hajde kinina të mira, flit teksi mirë për zhdukjen e mushkonjave. Urdhëroni mishteri. Të fundit herë po të them. Zhduku me gjithë aspirina dhe kinina. Oj, dash ke zhdukesh malarjen, zotrote. 1000 herë të kam thënë të mos më qirësh para zyrave. Si urdhron, zoti Vesel, si urdhron. Na, mere. Mere. Mishterit mund t'i ftosh edhe pa thirrur. Si urdhron. Lini resmen e Hajde princesës Sanie. kinina të mira. Patronesë Gëgjit. Flit teksi. Urdhëroni. Që ta dish që Leni, para 6 vjetëve dhash koncert në Korçë, për t'i ardhur në ndihmë streuz varfënore. Piano si binte profesor Herberti. Nesti këndonte si tenor, i binte edhe mandolinës. Të kujtohet? Mua pastaj më doli bursa për në Francë. Ma pren bursën për ndonjë vit. Po nese, ty nuk të doli bursa? Jo.
Që shkru bërë antari shoqërisë pune dhe ju e kuptoni. Po për të kënduar nuk këndon? I bie mandolinës në njerë. Bashkë me Xhami Halin, është një mësues i shkollës bujqësore. Kemi ngritur dhe një si orkestër të vogël. Bile kemi dhe një koncert me rastin e përvjetorit të flamurit. Shkruaj edhe ndonjë artikulla, ndonjë vjersh. Për që flasë edhe unë. Vjershet e mia nuk janë ndonjë. Modest, me gjitha të na i sill. Po ky që mali pse u vënua kaq shumë? Kush është ky? Shoferi që na shoqëron vazhdimisht, është djalë shumë i mirë. Ai na kishte anë uzu për shkakun ton. Po shkoj të shoh njerëz. Do të vjedhe unë. Jo, s'është nevoja, Antonika. Rri, unë do kthehem shumë shpejt. Anesti, na thoj ndonjë gjë. Më ke kujtuar ndonjëherë? Që është e vërteta shumë mirë. Mezi u prisi. Jo vetëm unë, po edhe disa mësonjës këtu. Të kam ndjekur nëpër gazeta. Pas ke dhe në gjitha të koncerte. Bëtë shumë mirë që erdhët edhe këtu. Donika, atë kujtohet koncerti parë që dham në salonin Leku i Nxënësit. Po. Po këngë. Po si? Që bën kështu, je në vete? Meri majtë hundës. Më tepër për a fjalë me një dy afetnikonj. Pse? Është popull dembel shqiptari thoshin, prandaj ka fukarallëk. Oh. E sho nga duar tuaj zotrinju thash. I kini më të buta se të zonjave. Hama je. Ja, kjo e nxeo më tepër gjakrat. Nuk kam kohë hoxh, ko të hyre, kemi të lashe tjera sot. Unë që spret po ta kefemi. Nuk kam kohë, një herë tjetër bisedojmë shtruar. Hape more pak dritaren se plasëm. Pa të gjo more hoxh, artistet zunë të këndojnë. E ke marrë vesh zotrote se në qytetin tonë kanë ardhur dy artiste me famë, apo se ke marrë vesh? Bilbila more, Bilbila. Për këtë ka marrë. Të lutem shumë ti e shikon që jam i zënë. Nuk e ki. Unë s'kam ardhur këtu për qef. As për të ndëgjuar zërin e atyre teatrinave të përdala, po për punë të një peshe kombëtare. Si thua zotrote? Të rije të pesa të këndojnë ato maj minares, pasaj të vite këtyre të qajem? Edhe si kur ti thoshe zotrote, nuk vinë ato maj minarese, ju merren mend aq lart. Bën një shaka mervesh, edhe aq. Shaka thua po ta kefendi? Më vjen keq se je ka urë. Po të ishin ato zushka muslimane, e të mi thoshin këto fjalë në mes të veçërisë për kishën tuaj, si do të flisje zotrote? Të thash hoxh se jam i zënë. Fundja unë nuk jam vënë këtu që të merre me këto budallalloqe. Dio mio, tër jeta në këtë provincë me ignorantësh do më shkoj. Zotin në prefekt, për këto turpe që po ngjasin në qytetin ton, kam për t'i bërë kartë edhe revisës së nderuar zanin art. Pastaj do llafosemi ndryshe bashk. More vesh, mora thuaj, unë vi si njeri kurse zotrote. Po dale more hoxh efendi, po unë nuk thash. Po fundja ato kanë ardhur me firme vul nga Tirana. Faqja ti idiot. Amarti, shmi hap veshët ashtu. Do marrësh apo jo? Gati, zotin në prefekt.
Hajde. Oh, më vdiqe me këtë livando. Kjo sikur me nderë është ashtu. Urinë, jo. E kam nga Roma vetëm për zotërin tuaj. Nga Parisi, more, të kishe të paktën një shishkë sot. E diti që në Paris njerëzit njihen të shkallë të çpozite janë nga era e parfumit që përdorin me vesht. Ju jeni njeri me shkollë, zote Fataq. Keni parë botë me sy. Kurse ne qyqarët pas Tiranës se kemi parë. Kozi. Lepe. Leri furqe. Le të thonë si të duan njerëzia, po unë kam qenë në Skala edhe kam parë opera me sy. E diti se kujt i thonë opera? Jo, zotni, se kam dëgjuar kur atë fjalë. Mos e jetë qaj vlatrit në shtëpi. Edhe s'ke si ta dëgjosh. Me shëndet, zote Fataq. Mund të largohem tani, zote Fataq? Kozi. Jepi. Të mos dëgjoj se ato muhabetet që bëm këtu me Efendin u a thua të tjerëve se të marrë të plas brenda për nxjerrje të sekretit shtetëror, më vesh. Po fjalë është ajo. U vdes se stregoj ere. Hajde. Vesil! O Vesil! Urdhëro! Gjithu lartë. Peqe! Urdhëro zërin perfekt. Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po prefekt. Si urdhën perfekt. O, sot, me styre ignorantëve do më shkoj gjithë jeta mua gjana. Si urdhën? Se do që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këta? Dëgjoj këtu. Urdhër. Na këtë edhe shko shpejt te Parashevia, të më zgjedh një tuf lule për merak. Peqe. Më kthe kusur. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova. Qurda. Dëgjoj këtu, urdhër. Mos i thuaj njeriu për lule, as Shazivarit. Silli këtu parat. Qurda. Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i hanë gomerët. Qurda. Shkurda. Quel riso strano di quella domenica. E mira të sjellë të Nuri Bey. E keqja më sjell në dorë të Hikmetit, zoti Fataq. Që janë këto shakarat hidhura, zoti Nuri? Djali zgjori. Edhe do të bësh përpjet me ndihmën tonë. Ta pasha borxh, Erbej. Nga ndonjëherë bie fjala sot, nuk nuhat as Zagari Dalibe. E diti kush na ka urdhëruar në qytetin tonë tjetër? 2 artiste me vesht, njëra zonjë edhe tjetra zonjushe. Jeca pushti, more Fataq. Po duket që pusht lëku nuk i prish ka punën mbretërisë. Nën prefektit nuk i flitet me këtë mënyrë. Dhe ku? Në zyrë të ti. Diti që kanë thënë Dalibeu të me selam dhe këtu apo jo? Kam dëgjuar. Jo, po dëgjoj prap. Që e ha tëmën me gjitha nëmet. E di këtë ti? Kurse ti e njeriu ynë, i Hikmetit, je biri im, dhe unë të kam mbrojtur gjithmonë. Nga ca gomarllëqet kam shpëtuar unë ti. Sa me Tirana me Berati nuk kam marrë veshje. Të di për nder, Erbej.
Ko edhe spotit pa bes që desh të bënda i trazira shkoj. Po nuk duhet harruar kur. Desh të ndante tokaj. Ja prishim një njerëzis. Po ne nuk do lëm as një zok të ndaj njerëzin nga rruga e drejtë e Yqmetit. Je kaj me kam, ore. Je kaj me kam jam e të zogu të parë, ore. Duhet të mbajtur kam zhikur ngrehur, ore. Si jeni mirë, faleminderit. Si jeni mirë, faleminderit. Hajde një fëmijë vendosu një shpejt. Mos bëni shumë. Në rregull. Në rregull? Shpejt, shpejt. E kemi përgatitur për nderin tuaj. Nuk dinim se si. Ndoshta janë pak si dobët, por... Xhami Ali është njohur në kongres me baban tuaj. Gjithmonë e kujton. Xhami Ali ne kemi dhe muzikant dhe vjershtër. Këngën e kongresit ai e ka bërë. Nuk po të kuptoj Nuri Bey, përse i gjithë ky mllefta pas ka prishur kaq shumë gjakun? Nuk më kuptove. Kështu. Shumë keq që nuk më marrë vesh. Po ja ku po ta them. Njëra nga ato artistkat është e bie Pameli Prokopit. Pandu i kongresit të Lushnjës. Ashtu? Marrëvesh. E bie Tina pas ka ardhur në Lushnjë të ngatroj dynjan. Theatrina. Po mirë more Nuri Bey, me sa kam dëgjuar, Pandon Shqipëria e mban në gojë edhe Lushnja i ruan kujtime të mira. Pastaj edhe qeveria nuk ka nxjerr ndonjë urdhëres që e bie atë lipset që këtej. More kollaj ajo punë, kollaj, po unë dua të di shkakun. Shkakun? Po ja ku po të them more Fotaq. Jati i saj në vakt kongresit nuk ka lejuar që unë të marr pjesë në të. Dhe ka thënë o ajo unë. Puna shkoi deri aty sa ju kanos. Se do t'ikti me gjithë korçarët nga kongresi. Me që unë isha miku i ngushtjes ato Toptanit. Si pas tyre, kisha vënë njerëz për të vrarë Ismail Kemalin kur të kalonte në përmys e qepër në Vlorë. Ja, ky është Pandue. Kështu në qenë ka puna, ha? Po mirë, more Nuri Bey. Ç'puni prish ka Lushnjës edhe ty një këngëtare? Makar edhe bia e Pandos qoftë. Kongresi është larg tani, s'ngjallet më. Mbretëria po lulzone, ne na e marshin të keqen Pandot me shok pa le theatrinat e tyre. Jemi qeveri e fort tani, merr vesh, ti e di më mirë se unë këtë. 3 veta erdhën e më thanë, e bie Pandos në Lushnjë. Ti kujton se njerëzia është qorre. Më therrshin në mua, po që se Lushnja tani nuk zien. E nuk thonë se ajo ka ardhur apostafat për të kënduar këngën e kongresit mu para hundës time. Njësoj si kur të më këndon të Pandua vetë, e ca më keq akoma. Por tani, ne jemi në mbretërin tonë. Ata që nuk na duan e di si thonë, Zoti Noli iku në arrati, Bajram Suri mbaroj në shpellë, Zogolli u bë zog i parë dhe i ngjalli e satin. Por kongresi nuk pas ka vdekur o Nuri Bey. Dhe ne do ta këndojmë këngën e kongresit ku do që t'jesh, qoftë edhe në varr. E po ja ku po ta them, po që se ti nuk e kupton dot. Artistkat kanë ardhur këtu që me mua të qesh tërmi zëqeja, Derati dhe Flora. Por unë nuk jam njeri do si do. Po u qesha unë, je i qeshur edhe ti. Edhe për të rria sa më keq akoma. Që ke këto lullë o Vesil? I doj malli. Mos ka vdekur njëri? Jo. Mos ka për virtuarin e tatit Zoti Fotaqi? Jo, i do për ata që do këndojnë, për ato i do. Alo? To gjerë Shazivarin dua. Shazo, ti je?
Pa ma përsërit edhe një herë, kush i ka lejuar ato dy zonja të vinë të këndojnë këtu në Lushnjë? Po, ua thash një zoti Fataq. Përsërit e shkoqëve. Si urdhëron. Kishin marrë leje nga qeveria. Si edhe një rekomandim nga kolonel Selamiu. Pastaj edhe afishe kishin. Ne lexuan poshtë në shesh. More, kur do vini mend ju? Sa herë të kam thënë që në zyrë duhet trokitur. Si urdhon, po nga që nuk duhet të në prisnja zotnin prefekt. Dili jashtë. Jo, unë desha t'ju thoshnja se ca në punë stu pa përgjonin bashkë. Dili jashtë. Po, lulet, ku ti le ti? Dili jashtë, merresh, dili jashtë. Po, ku ti le lulet? O, zot, po nuk u çmend edhe një javë në këtë provincë, shpëtova për të rjetë. Ti le këtu pasportet. Dili more jashtë, dili jashtë! Jo këtu, mor njeriu ynë. Mua nuk më duhet nëse ato kanë leje nga Tirana apo jo. Unë di të them vetëm këtë, që ajo nuk duhet të këndoj këtu. Kaq, se po këndoj ajo këtu, ta dish, do të bëhet një trazir që... Jo, mërë Fataq, se shmbushur moti nga kryengritja e Fierit. Edhe ai që zinte vendin tënd para një viti sot derjet në burg. U përzje me kryengritësit. Oh, të lutem, e dish do të më thosh që ti si se të sollëm këtu për dorë të fortë. Por ky me letë merr zjarr edhe me një këngë, siç merr Baruti zotin prefekt. Po mirë, Nuri Bey, unë s'kam për të vajtur në koncert. Do ta binde edhe Xhevo Efendin, në më dëgjov se ti e di që s'para më doj. Togja Shazivari do më dëgjoj, po ashtu edhe drejtori i shkollës. E kur të mos i japim rëndësi ne autoritetet Teatrinat nuk duhet të këndojnë në Lushnjë. Kaj di të them. Për ndryshe, thumë më mirë që më ke hasëm. Zdi fjallë tjetër unë. Kështu! Idiot! Til jashtë! More, pse përgjën? Po ti? More, Pa Vesel, ç'të ndodhi? Lëre. Si, nuk të pëlqeu lulet apo si? Unë i shkulla gjitha borin ati. Po, kështu kanë këta të mlajt. O Vese, ku do t'i qash lulet? Kjo që është në i gomoni, në i lopa, në i... Mire mua. Gavar, ku shkoni ju? Donim të fishim me zotin nën prefekt, për tokë. Për tokë e një? Nuri Efendiu dhe Libeu për na përzën nga kasollet dhe nga toka. Par dit me ju ke avazon lal. Po qef keni të fut një hund punë të qeverisë. Shikoni orbunën dujse, vallahi do të gjeni belan. Po ne për tokën erdhëm. Qeveria ka shpallur në gazetë se o të na jap tokë. Ta dim se ku do shkojmë ne që po shpërngulemi. Ore ju, a dini se qeveria ka hallet e lashe tjera? Apo se dini? E dim, po si? E po kur e dini, ç'vini këtu atëherë? Shkoni orë në për shtëpia, se ka më kësë ju. Hajt, shkoni të gjoni ato hengjiet që kanë ardhur për të ngletisur miletin e Lushnjës. Hajde që. Kalojmë ti? Këtej Donika. Ja. Ja shtëpia ku bë kongresi. Ja ky avaz është për ditë. Janë ca fletushka që gënjim fshatarë dëgjoj qeveria do bëj reformë. Reformën agrare. Dhe ata vinë me shpresë. Pse nuk shkruan ndonjë artikull për gjitha këto kishe? Dhe dërgojnë revistën Bota e Re. Nuk zgjidhem me artikull në gazeta këto halle, Donika. Sigurisht, por opinioni publik. Ec! Sa mërdi, ec! Në mërdi këto! Qërre kalin, se dua. Si ordashke? Po a din ti se qeveria ka gjerë reforma radikale për karosjet që dalon rrahjen e kafshë? Jo, se di dhe atë që dua. Kali është ime e bëj ç'dua me të. Urbën çfarë dushti me kalin?
S'ke fajti jo, se qeveri më të but nuk ka par bota. Se të kishte ligj, do t'i darë një trut në kubure pa të këthe një lapin. E të pësës! Lere karosën këtu e pas mejet. Hajde! Ç'pati më të shkretin? Kodi penal. S'po kuptoj asgjë. Çyn këtu ligjet? Po, qeveria ka nxjerrë urdhëresa e ligje, të cilat do na sjellin civilizimi sipas Oksidentit. Sipas neneve të kodit penal ndalohet lypsia, vakapondazhi, domethënë ata që kanë punë stre. Po ashtu edhe rrahja e kafshë. Seriozisht e ke zoti Mihani? Zotëri, si do vej halli jënë? Përsëri për tokën? Po. A keni dëgjuar ndonjëherë që të merret tokë duke e lipur? Jo po thonë se qeveria... Reforma, zotëri, kështu tha dikush. E ka dhe gazeta. Pas ke pare të tepërta për të prishur. Mos presoni kot për tyre. E din ti ku i thonë kod penal apo nuk e di? Si more nuk e di? Ja ky është, e shikon? Si urdhëron zoti kryetar? Ky është si Kurani more qafir, te ta puthi se ky rregullon miletin. More vesh. Si urdhëron zoti kryetar? E ka bërë në Altmallnia vet, mreti zog reformator, që po të sfinitet për të mirën tuaj, t'ju se andin, t'ju bëjnë si turqit e sot që më mërë qafir. Ku kini pa mërë ju mbret që t'u dhimë se në kafshet? Hak nuk e kini, po ju pe plakni, pe lolni, si jeni kriminell. Thuj qafën! Thuj qafën! Vesel! Afrau! Na, ven atje. Ta shohin bota se si zbatojmë ne reformat radikale. O, milet! Zanaçinjes nav zotrinj! Dhe gjoni të lallit tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se kasaban tonë e kanë sajdisur 2 zonja. Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ofe aman aman. Një saze marshallah, sa një hambar. Këngë të doni, sa të doni. Full të krepet e qarqisë. 3 lekë kushtë detë. Këngë nga të gjitha llojet. Asjerit mos mulloj të sheshi. Vesel! Lepe! I thuaj të vallit përsërit njerit 503, 504 dhe 506. Eq. Na, me që kemi edhe artistët këtu, thuj të thonë edhe nenin 591, tërheqin e Feregjeve dhe të festeve. Feregjeve edhe të festeve. Edhe të festeve. Po qarqafat? Edhe qarqafat. Shitet e esme në Altmallnis me ti të zot ornoni. Doni, kush ka vdekur o dërzi? Askush, pse? Po, që ke këto lule? Lule? Hiç po ka të ashtu. Për qef. Po të ashtu, mirë. Shitet patën e shartë princesha Ruije, ornoni myshteri. Allah, Allah, s'kemi pa burë dherën sot dali pazarit me gjitha lule. Allah, Allah. Aq me qanë kokën tjere. Të gjova se Nuri Beu do t'i zboj ato. Pse? Sepse ja qupa e hollësht e Pandos. Ja, nuk besoj. Duan ta turprojnë çupën e Pandos. Ta turpërojnë thua? Turprojnë kongresin, jo çupën. Ja. Lini, kam një parandin sot në shkrim bar. Nuk e di pse, po më duket sikur gjithë qyteti është me ne. Po, s'ka se si të mos jetë me ne, më shpirt. Mos e bëni merak. Fare mos e bëni merak. O, bilet! Gjoni edhe njëherë nerin 503, 504, 506 kodit penal. Në alon lypsarin, vakapondazhin, edhe me lëkun, si edhe rajën e kashve të gjora pa mbrojtje. Shalohen të qarkullojnë arabate vjetra se fshie dhe për të, jash këmsha që më vjetup të apërmën temrin. Karrocierët të mbajnë uniform të pëlqyer nga bashkia. Shalohen si pas derit 591 mbajtje e Feregjeve dhe festeve të nëpunësve.
Po, bilet! Asjeri mos mbetet pa ardhur shesh! Anëmet e nderuara do të kënaqin Miletin me këngët e tyre. E qava apo jo, moj anëme? Të lumë. Mileti madh do të vi. E ndjej me hundur. Veç atë këngën, zare trëndafile, që ma bëre me hile, e më qafshje pa se këndohet për mua. Më kanë thënë gjitha ata njerëz, do ta këndojnë apo jo, Trifon? Do ta këndojnë ju, them unë. Ç'keni ju? Do t'i lajmëroj unë një për një, gjersat mikzëri. O, Milet! Veç atë këngën? Do ta këndojmë patjetër. Po të mos harosh edhe në ta më, ha? Ti do të vish pa paguar. Hëm rrofshi. Ti marrë edhe kalamajnë? Veri, me gjithë qef. Rrofshi. Hajde. Lini, shiko që lullet të bukura. Ua! A mund ta falësh një lule, zotni? Po si? Jepja gjitha Oloni. Jo, vetëm një. Jepja dërbar. Merrem. Mos ju duen, kush e ti për këj kini? Jo, këtu nuk i dua njeriu të lulet. Unë për ju im lodha. Faleminderit, shumë faleminderit. Allah. Si po të duket Vesil, ha? Çfarë ka bërë frëngu zoti komandant? Po vërtet tjetë qemane gjithë kjo bina? Jo, qemane Vesil. Oksidenti i thot piano. Edhe ne kështu duhet i themi. Piano. Asha. Piano. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala Urdhoni zoti Xhevo, urdhoni ju lutem. Keni një telegram nga Tirana për mua Myrto? Jo zoti Xhevo. Po të kishim më njëherë do t'ja dërgonin me bashki se gjithmonë. Po për zotin Fotaç, si urdhon ja çuam? Nga kish? Nga Ministria e Punëve të Përbërshme si zakonisht. Foli gjë me Tiranin zoti Fotaç. Përse zoti Xhevo? Për ato artistat. Jo. Oh, po më duket sikur folën, po unë nuk dëgjova gjë. S'do të më tregosh o Myrto, e? Ti qenë ke një rujnën prefektit, qas thua? Po për bes nuk e dëgjova bisedën. Myrto, unë të dija besnik. Po, zotni. Nejse, kaq më duaj, kaq desha, natën e mirë. Zoti Xhevo, kam edhe një telegraf nga Tirana për ato artistka. Një minutë. Telegramet e botës më tregon o Myrto, e? Pse që mbere mua, hafije? Është për ato që do të këndojnë, urdhon. Eleni Jankollari, lajmëro shnetin, jemi mirë, vajza mirë, gjuvi. Këta që janë pa vlerë më tregon mua Myrto, e? Nejse, natën e mirë. Zoti Xhevo, kam edhe një letër për gazetë, që bën ai në punë si nesti.
Është ai që ka bënë atë shkrimin në gazetë për punën e fondeve që bashkia i harxhoi për burgun. Urdhë. Bukur. I pas ka shkru për si revista zbotare, e? Mëzëqeja, hambar i mushkonjave, ha? Shiko, shiko. Që janë nga goxha kënë punë si ju të myrto. E dinim, por ja ka që zotën. Urdhë? Hajtë në atër e mirë. Natë në mirë. Zonja Eleni? Donika? Urdhëro. Jam Unesti. Po flini? Jo. Jo. Mirëmëngjes. 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 Si u gëzit? Çka? Kishe shumë shkonja, po thaj se s'kemi fjetur fare. Po ti ç'ke kështu? Dikush ka grisur afishe. Ashtu? Kam frikë se o ta kenë bërë me qëllim. Për këtë je merakosur? Prit pak. Mirëmëngjes. 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 Nesti, të lutem gjithë të tjetrën. Ha që marë si fjetën. Keq, më grinë më shkonjët. Edhe neve. Esti, dëgjuam si kur koncertin duan të ndalojnë. Ata le të ndalojnë po të duan. Si kur e dinja. Ne duhet lajmërojmë popullin. A do të vinë? Ja ku janë. Ata po presin se 2 ora. Si do qoftë prap duhen lajmëruar. Dëgjoj, zoti Gjevo. As zot Trote mos u merr me programin, as ti, zoti Doger. Programi është në kompetencën time. More, po ky në punë si postës, si shumë i dashur po tregohet me artistët. Nesti! Ha, Nesti. Mirë? Çdo gjë në rregull. Atëherën e po merr me nxënës. Mua këtu më. Miru pafshim, miru pafshim. Gori! Është si punë kalemgjiut. Ka shkruar edhe herë tjetër për fondet që bashkia harxhoi për burgun, pas asaj të mosur kryenitit të tjerit. Këto punë vërtet janë kompetencën tënde, zoti Fotaç. Por as ne nuk hambar. Mëzëqeja hambari me shkonjave. Shikosh nga... Flet edhe për fukarallëkun. Për Nori Beun e Dali Beun që dëbokan fshatarët nga tokat. Po, këtu në fund, llagapi është tjetër. Ku e kupton se e ka shkruar në punë si i postës? Mizarf ka emrin e tij. Kurse në gazet, ma një llagap të shpifur. Janë punë të thella këto. Këta njerëz duan ta bëjnë vendin bolshevizëm, por këtu s'jemi as në Rusi, as në Spanjë. Mos bërtit, zoti Gjevo. Kam torin kështu. Po, ta plasim brenda, e çpresim. Ja, është akoma shpejt. Të ikin njerë artistet, pastaj do shohim se me kë ka lidhje këtu në Lushnjë. Po, kjo çështje tashti është në kompetencën time. Atëherë dakord që artistët të mos këndojnë sot. Urdhëri juaj, zotin e prefekt. Mirë atëherë kështu e lem. I dërgojmë tek Dali Beu të këndojnë. Sonde na pretendojnë ne. E bëjmë një 4-shë. Mrekulli? Atëherë ti, zoti Gjevo, nxirre prap te llallin që të anulloj lajmin e parë me vesht.
Donika, ija shpejt këtu. Shiko se që po bëhet. Koncerti nuk fillon pa ju. Mos u nxitoni fëmijë, mos u nxitoni. Ku më çon karikën more dhe pësës. Zotrin, ç'po ndodh kështu? Përgatitemi për koncert. Ktheni bangat në klas e mos u merrni me tilla budolliqe. Nuk e bie të flisni kështu. Po ju zoti drejtor nuk do të vini në koncert? Si thua Xhamial, do na shkojmë bar? Se zbër. Shiko që popull është mbledhur. Kujdes fëmijë, kujdes. O, milet! Vani vesh të lall Trifonin edhe njerë! Zonjat kanë urdhëruar të këndojnë në lushnjë, nuk kanë për të kënduar sot. Asnjëri të mos bezdiset e të mblidhet në shesh. Anëmet janë pak pa qejf, që Perëndia u dhë tymër. Trifoni prap do të dale, do t'u jap haberin e mirë se kur do të këndojnë për miletin. Hiç mos u bëni merak. Ua, po kjo kështu, s'ka mundësi. Do t'jetë ngatruar të lalli. Duan të bëjnë një shaka. Mos thuaj s'ka mundësi. S'më duket aq. Si t'ja bëj? Dalim. Urdhroni, zotri. Deshet që? Jo, Po flisni, çfarë kërkoni? Zonja, më falni. Po? Jam i shtrënguar t'ju them se koncerti me urdhë nga lart nuk do ta jepni dot sot. Pse? Kjo nuk më takon mua, po më urdhruan. Nuk di pse më urdhruan mua. Unë jam në punë si thjesht i financës. Mund të vinte kushdo këtu, por jo unë. Po përse, xhanëm? Po se ju që nge ndëlodhër se duhet parë më parë programi nga zoti nën prefekt. Pastaj ata mendojnë se koncerti mundi me të parë në çiflikun e Dalibeut, ku do të shtrojnë edhe një darkë. Ky është kulmi. Prit Donika. Kush urdhroi për këtë? Toger Shazivari. Urdhëroni, zonja të nderuara. Përse u munduat deri këtu? Sa po dëgjuam të lallin që lajmëroi. Po, e dëgjova unë. Po thash mos ishit pamundura se Elbete bët gjitha të rrugë. Ne nuk jemi të pamundura. Nuk e kemi thënë ne të lallit, kështu që dikush nga ju. Çuditem. Por në orë të pejgamberit çuditem. Pastaj unë jam komandant këtu. Dhe detyra ime është të mbaj rregullin e qytetit. Dhe të ruaj njerëzina të mos dal nga udha drejt e hyqëmetit. Më falni, por të lalli nuk është në kompetencën time. Ai varet nga kryetari i bashkisë, zoti Xhevo. Për baba të morë, unë nuk kam gishim të punë. Unë jam qefli i malë për këngë 30 vjetra. Kam blerë disë fonografi dhe një gjë nga njëherë me zonjën time. Bukur kënë në e bekura sirime, edhe i të nërvashi. Zonjës ime pëlqen shumë kënga Mamudijës, sidomos ajo një lule doli nga xheneti. Kurse unë vdes për këngën një djalë dhe një qubë gjithnisë në dënjanë. Sikur të ne kënori të këngë, valla i dënava në qefin shumë. Zoti kryetar, ne nuk këndojmë nga ato këngë. Ne kërkojmë të dim kush dhe pse kanë urdhëruar që të mos japim. Më zot mosh zonja, noshta nën prefekti. Noshta them se nuk e di sa klam. Zonja, shoh si pas ke fjetur këtë sonde. Mos nga moshkonjat, por mëzëqia nuk është hambari moshkonjave.
Ka ca, po qeveria po shet Kenina, si për mu shkonat anathele që të rëzojnë shtrat, si për ata 10 kuleks. Mirë, por mileti nuk do t'i blej. Qaj pastaj ka qeveria? Zote kryetar, ne këtu kemi ardhur për koncertin, dhe jo për... Shkoni të nën prefekti. Ju thash më duket. Mile? Unë po matesha të dërgoja njeri që të ma bënit këtë nder, kurse ju urdhëruat vetë. Kam një gëzim të parë rrëfyer, zonjat nderuara. Po, urdhëroni ju, lutem, uluni. Zonjusha sigurisht është këngëtorja nga Parisi e bia e patriotit të madh, mërvesht. Kurse ju, zonja nga Vjena që lot në pianon... Hartman. Hartman, mërvesht. Paris, Vjenë. Lumë si ju, me sytë e botës madhe. Jetojmë në provincë dhe ndofta shumë gjëra nuk janë ashtu si do të dëshironit ju, por ka edhe më keq, mërvesht. U lodhët sa rrugës. Po, Baltra. E drejt. Kishte mëse 10 ditë që s'po na pushon dhe shiu, moj zonjat nderuara, po ja shqyr që na erdhët ju me këmbë të mbarë. Mëzëqe e sapi, më është provincë. Tellalli dha një kundërlajm zotin nën prefekt. Ne presim me padurim një kundërlajm tjetër. Provincë, zonjush. Çpret nga njerëz të pashkollë. Kam dhënë urdhër që ti të reqin vërejtjen. Më vjen keq që ta pushoj në vend se ka një tuf me kalamaj. Vu kom për ne me madam, se kusht kupton edhe i fal gabimet me vesht. Po, çfarë do kini mirësinë të na këndoni zonjës atë artit? Urdhroni programi zotin nën prefekt. E kishit kërkuar? Një formalitet, kuriozitet me vesht. Po ti? Është një miku ynë. Aha, miku juaj. Nesti bën. Gëzohem shumë, po përse nuk ulesh, zotri? Jo, s'kaq. Puccini, Verdi, Gounod, Liszt, tërë Italia. Me një fjalë, aleatja jone madhe ka një muzikë që ne duhet i drejtojmë syt nga Oksidenti, zonjat nderuara. Se jemi Evropë, jetojmë në shekullin e elektrikut, merr vesh. Po si mund të ecësh përpara kur je i vogël? Duke u mbështetur tek Oksidenti, te kultura e tij e madhe, merr vesh. Po me qëra fjala, nuk e pas keni në program këngën me famë botërore Triste Domenica? Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrarë veten 10 dje me vajza. E vërtet është. Edhe me gjithmonë që të prek shumë. Piove fa freddo più solo mi sento così nello silenzio di questa domenica. E tjera. Edhe kënga përfundon me veshtë. Të dielën e fundit ti do vish tek unë e dashur, po do gjesh vetëm qivurin edhe varrin tim të hapur. Ja kjo është këngë. Sikur të na e këndonit këtë këngë. Po kemi frikë mos vras veten ndonjë dhe pastaj... Se këtu njerëzve u mungon kultura. Vetëm një njeri me kulturë të madhe dhe sensible mund të emocionohet aq shumë sa të vras veten për një këngë. Po, por ne nuk e dim. Po mirë, gjanë mirë, si të dëshironi. Thash, nuk do t'ishte keq sikur këtë këngë ta dëgjonin edhe pasardhësit e Taulandëve këtu në Myzeqe. Zoti nën prefekt, mirë do t'ishte që Tellalli të dalë përsëri dhe t'jap lajmin e vërtet se populli po pret. Ju lutem mos e bëni merak. Të njëjtëtani. Të njëjtëtani. Zoti Nesti, kështu pra ti po i ndihmon nga ca zonjën. Me sa mundemi, zoti. Mirë bën zoti Nesti, mirë bën se janë jabanxhesha. Po, shko, se të presin zonjat. Anesti. Në rregull? Të shohim. Ç'ke kështu? Se ç'kan këta sot me mua?
duhet lejmëruar qendrat sot i fotoj. Se çka ngjarë është azo? Janë ndesur gjakrat. Si unë di s'kan gjakrat për muzikore, aman. Alo? Sa ti Gjevo jam. Po, dakord. Si t'ja bën me artistët? Koncerti të bëhet i dashur Gjevo. Ashtu? Unë i këtij mendimi kam qenë dhe nuk i ndroj pikpamjet e mia oksidentale me resht. E që sa ti fataq? Jo, ndryshe do thonë se unë jam kundër demokracisë. Sa për Nuri Beun, ai nuk ka gisht në këtë çështje me resht. Unë nga ana ime nuk jam shkaktar për asgjë. Selam Fataç Efendi. Të një tjetër. Është ndarë midetin në 3-4 pjesë. Të mësuesve, Nuri Beut, të artisteve. Dëri gjithi se ku. Policia dhe gjandarmaria të mos trazohen. Si ordon. Tani sheshin e kanë në dorë Mileti me resht. Duan këngë, le të këndojnë. Nuk i vjen e keqja qeverisë nga këngët, jo. Ja, po këndojnë këngën e kongresit se. Kush e ka ndaluar këngën e kongresit që ta ndalojmë ne? Po t'i pengojmë, buja do marrë dhenë. Le të këndojnë, të gjerë. Le të këndojnë. Për qeverinë është mirë kur populli do të këndojë. More Shazo. Ordëro. Gjetë në i gjë të re për këtë Nesti Bënjën. Po si? Ka 6 muaj këtu. Shoqërohet me ato mësonjësit, me Mihalin e Zahimin. Po si? Në qarkoren që na ka ardhur, është edhe e emri i tij. Pastaj ka marrë pjesë në grevën e bukës. Por unë them se do njoftuar qendra. Nuk është nevoja të mësosh mua. Shiko detyrat e tua se nuk po i kupto ke hiç mirë me resht. Si ordon. Mirdo, më lidh urgjentisht me Tiranën. Hajdeni, jepini! Hunduri! Jarëm, 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 kusa me flori, gjyqja më shkoj buri, lalëm ritari. Jarëm, 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 kusa me flori, gjyqja më shkoj buri, lalëm ritari. Ti më mash të keqen, ti mu bës kurban, se me burinisa, me jaranilja. Orçun, sikur ta lësh këtë motor ti? Se lëdët, më prish drejt, i kam rrugë gjatë për të bërë. E po njerëzve u prishe dyzeni. Pse edhe ty o babushtu pas ka shkrepër për dyzen? Ike ti se do gjesh belan. Çmë çan kokën. Të teti morë telefon. Kuptuan vetë zonju se tu prishja dot. Qetësi. Punon në post. Zonja dhe zotri, këngëtarja e njohur Donika që si vjet mbaroi studime në Paris, vajza e patriotit të flakt Pando Prokopit, një nga drejtonësit e Kongresit të Madh të Lushnjës, si dhe profesoresha e mirënjohur Eleni Jankollari, që ka studiuar në Vjenë, më kam porositur t'ju falenderoj për pritjen bujare që po u bën qyteti ynë i Kongresit.
Ju lutem, kur këndojnë këngët mos bëjnë. Në shkatërrove, more I Paolo. Ku shko në kovi? Të bëj sehir, të gjitha ti ikën e vanë. Sehir? Edhe ti do shkosh të bësh sehir? Jo, po... Edhe ti do dalësh kundra me e mor qafir? Jo, po Nori Bej desha të theshe që... Lari llafet! A më të thëmë! Si urdhëron. Orçun, sa pare do t'i aprishi dyzenin edhe atyre? Igor, plakush. Të bleu një makinë të re që ta kesh teme. Ore që ke ta mami lojtur. Nuk talem kurrë, ta dishe. E kjo nuk mjafton, Orbej. Po që kërkon atyre? Hape gohen, fol. Po talët gjithë qyteti me ty, Orbej. Edhe unë nuk dua të bëjmë lële si ty. Ta dishe. Poshtër. Lojti nga fiqiri. Se kam parë kur kështu. S'ka faj shkreti. U bëga si botës. Hajde lumë të e gojë me qupë! Poshoni, o thëmë! Poshoni! Oh
vakti të bëjmë nder të lallëve, e jo bile djerezve, o gjevo. Këngë në kongresit, shkrepi dritare! Do të shkrepi, po prisni! Shpresa humbi atë dy potatare, tash këtosh që nga mjona, për rizotin në logjet të roshna jetë. Edhe kjo ku mi ka jetu të këngë. Patriotizmi dhe mek. Shpefi drita në nush një ulinit, Shqipëria lidhi besën, dhe gjoj bota në shmojnë në gjerë, për ti hojnar kongres. Shpefi drita në nush një ulinit, Pushoni! Do japi murë të balët me që bëjnë shurë! Pushoni, more! Unë vërë tjati! Qëtësi! Ua kini parë programin, zoti Potaq? Do t'ua ketë parë, zoti Gjevo. Si? Pyeti Beu, mos ua ke parë programin. Unë? Ja. Gabim, zoti kryetar. Ja gabimi. T'ishim futur në bashki, ndryshe i puna. Këto janë kompetencat bashki, zoti Gjevo. Pushoni! Do pushoni, bëjo! Pushoni, bëjo! Do pushoni! Udhë përgoj! Hore shazë. Qëtësi! Vaj e vetën, more shazë. Duele i morë tjando. Pa e thashu? Pa së shkun kjo kështë tash? Nuri Bey, Ty i qafën ti! Të më të rëprosh mua kështu, në sy të gjithë njerëzis. E krapa! Mua që jam i pari vëndit këtu! Hajde! Fol! Ik me të mirë, bej. Hajt. Bathja të ngrënë kolera! Bathja! Qërohu është trigu i djallit! Jipini! Këndoni për inat! Të lumt, moj bje pandës.
Ti ish gjallë i tatë. Do të murre me ty. Alo, Ministrinë e Brendshme dua. Jam Fotaqin nën prefekti Lushnjës. Me kë kam nderin të flas? Mbaroi dhe koncert. Mbaroi. S'ma mirë të mandi këto të shkon të kaq bukur. Donika, ju sonte apo nesër do t'ikëm. Do shkoni edhe në qytetet tjera. Do kënaqni popullin me këngët dhe zërin tuaj të bukur. Dhe ata kurrës do t'ju haroj. Është i bënja. Unë jam. Kam urdhër të vish pas meje. Kush më kërkon? Ore shumë pyetje bën, ti lëri dhafet. Si është puna, zoti gjandar? Murdruan Zëjushi. Qeveria ka halle. Hajde di. Ec. Përse e merë? Çka bërë? Ik shiko punën. Hajde. Neni 503, 504, 506. Ju i dini apo i keni harruar? Kodi penal. I thoni të lallit ju kujtoj. Nesti! Zonja, me leje, duhet paguni taksin a hengu. Ligje është ligje, kështu ka morë. Mos u bëj merë. I paguaj unë, zëtë Gjafer. Qitër princesha Ruije, patronesa e arteve, Blini Flitex kundër mushkonjave anafeles. Ordoni myshtëri. Ajde kinina, kinina të mira. Flitexi mirë kundër mushkonjave dhe mizave. Ajde kinina. Ordoni dhe princesha të nderuara. Flitexi mirë. Ordoni myshtëri. Zotin nën prefekt. Më vjen shumë keq, zonja të nderuara, që ju shfaqni interes për një person si ky, Nesti Bënja. Ju sigurojmë se ai është i pafajshëm. Personi në fjalë ka lidhje me fakte tjera për të cilat nuk jam i autorizuar t'ju jap shpjegim. Ai është një njeri mjaft i rrezikshëm, vetëm kaq mund t'ju them. Dërimet e mia, zonja. Ne jemi më të fituar se ata me qupë. Shpresa umbi adeu të pëtëthore, ta shpëtoshti nga kjo nat. Bau i Zoti na do që të rosh në jet, armiku t'jepi dat. Shkrepi drita në Lushnjë u li një djel, Shqipëria lidhi besën, dëgjoj bota dëshmoj në yt në qel, për ty oj nal kongres.